Përshëndetje miq të kanalit. Sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, shenjat që tregojnë se mund të keni problem me tiroiden. Këto janë shenja që shumë njerëz i neglizhojnë për vite me radhë derisa gjendja përkeqësohet. Dhe nëse i kapim herët, mund të shmangim shumë probleme me peshën, energjinë, humorin dhe zemrën. Prandaj, kushtojini pak vëmendje këtij informacioni. Tiroidja është një gjendër e vogël në qafë, por kontrollon mënyrën si trupi ynë prodhon energji. Nëse nuk punon mirë, çdo gjë në trup fillon të ngadalësohet ose të përshpejtohet. Kjo prek metabolizmin, hormonet, emocionet, qarkullimin e gjakut, madje edhe flokët dhe lëkurën. Shenja e parë është lodhja e vazhdueshme. Nëse zgjohesh i lodhur edhe pasi ke fjetur 7 ose 8 orë, ose nëse gjatë ditës ke nevojë për pushime të shpeshta, kjo shpesh lidhet me tiroiden. Ky lloj lodhje është i thellë, nuk është thjesht lodhje fizike, por mendore dhe emocionale. Ndihesh sikur trupi është pa bateri, pa fuqi, dhe koha nuk mjafton për të rikuperuar. Shenja e dytë është ndryshimi në peshë, pa arsye të qartë. Mund të shtosh peshë edhe kur po ha më pak, ose mund të humbasësh peshë edhe kur po ha më shumë se zakonisht. Ky është një nga treguesit më të fortë sepse tiroidja kontrollon ritmin metabolik. Nëse metabolizmi bie, trupi fillon të ruajë çdo kalori. Nëse metabolizmi rritet shumë, trupi djeg kalorit pa kufi. Shenja e tretë është ndryshimi i humorit. Disa njerëz bëhen të trishtuar, negativ, të ndjeshëm dhe pa motivim. Të tjerë përjetojnë ankth, nervozizëm, presion të brendshëm, ose sikur zemra është në panik. Shpesh kjo ngatrohet me stresin e përditshëm, por në shumë raste problemet e humorit janë hormonale dhe lidhen direkt me tiroiden. Shenja e katërt janë ndryshimet në oreks. Disa njerëz kanë uri të tepërt, sidomos për ushqime të ëmbla dhe karbohidrate. Disa të tjerë humbasin totalisht dëshirën për të ngrënë. Ndërsa të tjerët hanë normalisht, por prap shtojnë peshë. Këto luhatje janë një sinjal që trupi nuk po e kontrollon siç duhet metabolizmin. Shenja e pestë janë problemet me zemrën. Rahje të shpejta, rahje të çrregullta ose të forta, madje edhe kur je ulur dhe i qetë. Disa njerëz përjetojnë presion të lartë gjaku, pa arsye logjike. Disa thonë sikur zemra po gjuan fort në kraharor për disa sekonda. Kjo vjen nga hormonet e tiroides që ndikojnë direkt në sistemin kardiovaskular. Shenja e gjashtë është rënja e flokëve. Mund të shohësh më shumë flok në krehër, në jastëk, në dush. Mund të vëresh zona ku floku po bëhet më i rrallë. Tiroidja ndikon në ciklin e rritjes së flokut. Kur tiroidja është e çrregullt, flokut hyjnë më shpejt në fazën e rënjes dhe dalin më ngadalë në fazën e rritjes. Shenja e shtatë është ndjeshmëria ndaj të ftohtit ose të nxehtit. Disa njerëz nuk po ngrohen dot edhe kur të tjerët janë mirë. Disa djersiten shumë kolla edhe kur temperatura është normale. Kjo ndodh sepse tiroidja kontrollon temperaturën e trupit. Një tiroide e ngadalt të bën të ngriras, një tiroide e shpejt të bën të përvëluar. Shenja e tetë janë problemet me tretjen. Mund të kesh kapsllëk të vazhdueshëm dhe të përsëritur, ose mund të kesh diare të shpesh dhe shqetësime stomako. Kur tiroidja nuk funksionon siç duhet, sistemi i tretës ngadalësohet ose shpejtohet jashtë kontrolli. Shenja e nëntë është mjegulla mendore, ose ajo që quhet brain fog. Kjo duket si vështirësi për të përqendruar, harresta vazhdueshme, humbje fokusi, ndjesia sikur trupi është pa bateri, pa fuqi, dhe koha nuk mjafton për të rikuperuar. Shenja e 10 është kolesteroli i lartë, sidomos kur nuk pritej fare. Mund të hash shëndetshëm, mund të jesh i dobët, mund të mos konsumosh shumë gjymtyr, por prap kolesteroli rritet. Kjo ndodh sepse trupi nuk po e përpunon yndyrën siç duhet. Nëse keni disa nga këto shenja së bashku, është shumë e rëndësishme të bëni analizat e tiroides. Janë analiza të thjeshta, por japin informacion shumë të qartë. Janë TSH, T3, T4, anti-TPO dhe anti-TG. Nëse dyshoni se keni probleme tiroiden, mos e lini pas dore. Sa më herët e kuptoni, aq më lehtë e kontrolloni. A keni vënë re ndonjë nga këto simptomat e vetja gjatë muajve të fundit? Ndani mendimin tuaj në komente. Nëse ju ndihmoi kjo video, klikoni butonin e subscribe dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni video tona të ardhshme. Faleminderit që shndruat deri në fund.